Mërkuri është kthyer retrograd në shenjën e Peshqve, do të qëndrojë i zmbrapsur deri në datën 7 prill në këtë shenjë dhe përfundimisht deri nga data 30 prill do të largohet Mërkuri së bashku me hijen e tij. Por tashmë që është retrograd e Peshqit, intuita do të flasë më fort se sa logjika. Retrogradat e Mërkurit e dim që janë periudha pauze dhe reflektimi në mënyrë që ne të riformulojmë stilin tonë të komunikimit dhe të idejimit. Megjithatë, tashmë që është retrograd e Peshqit na thith edhe na tërheq në atë thellësinë e subkonsciencës sonë, ndërgjegjes dhe emocioneve tona, dhe kur retrograda e Mërkurit është e Peshqit, planet tona, bisedat mund të ndihen më të paqarta, më të turbullta, apo më të udhëhequra më shumë nga emocione sesa nga arsyeja, dhe kjo është një kohë kur keq kuptimet mund të lindin lehtësisht me të tjerët, veçanërisht në situata kur kërkohet të përdoret logjika, por energjia e Peshqve na nxit që të ndjekim të largohemi me rrjedhën, na bën pak më mene frego, edhe mund të nxitemi që edhe të injorojmë shumë gjëra dhe bizetimet, mos them përgjigje. Do thënë Mërkuri xha është në pozicion të keq kur është e Peshqit, imagjino kur është edhe retrograd në shenjën e Peshqve. Kështu që komunikimet e gabuara, konfuzioni, ankthi dhe mbingarkimi emocional do të rriten gjatë kësaj kohe. Mund të thuen edhe fjalë që duhet kanë kuptim të dyfisht, apo edhe fjalë mashtruese, si të thuash, gjë që mund të shkaktoj konfuzion, duke bërë të nevojshme kontrollimin e detajeve, kërkimin e qartësisë së nevojshme dhe të kujdesshme ndaj gjërave që thuen. Energjia e Peshqve në fakt është thellësisht intuitive, por kjo retrograd do të na kujtoj se ndonjëherë ajo që duam të besojmë nuk është e njëjtë me atë që është, që ndodh realisht.